Shpesh herë dëgjoj dhe shikoj pacient, njerëz që vinë për të ndjekur programin Get Released, apo bëjnë konsultime mbi situatat e tyre shëndetësore, emocionale në lidhje me anksin, ataket e panikut apo depresionin, dhe gjithmonë dëgjoj nga këto simptomat e zakonshme që vinë nga ankthi, ataket e panikut, mbi ngarkesa emocionale, burnout-i etj. Eksperiencat dhe ndjesitë e tyre janë duket sikur do vdes, rajet e zemrës rriten shumë dhe nuk di çfarë të bëjnë ato momente, gjë që tregon që po kalon një atak paniku. Apo të ndryshme, po çmendem dhe nuk dëshirohem asnjëherë, të tilla mendime me një fjalë pesimiste për të ardhmen, dhimbje në stomak, shtrëngime në stomak, shtrëngime në fyt, shtrëngime në gjoks, frikë gjatë ditës, mendime negative pafund, dhe është shumë e vështirë që në ato momente ta kontrollosh mendjen për të qetësuar veten tënde emocionalisht, edhe krijohet ky cikli vicioz, ndjesi negative, mendime negative, ndjesi negative, mendime negative, derisa ajo agravohet dhe mund të ndodhë dhe një atak paniku në ato momente apo dhe momente të tjera. Çfarë është e rëndësishme që duhet të kuptosh nëse e gjen veten te këto eksperienca? Në radh të parë, e di që nëse të them mos ki frikë se asnjë gjë s'do ndodhi, edhe jam i sigurt që edhe ti e di këtë gjë, sepse ke eksperiencën, ke pas rraje të shpeshta zemre, frikë, çfarë do ndodhi, o bobo, ke dëgjuar një lajm, dikush u largua nga jeta me këtë sëmundje, e përvetëson, e personalizon të vetja jote, duket sikur dhe ty do të ndodhi ajo gjë. Gjitha këto cikle vicioze nuk mund të kontrollosh kollaj në ato momente. Por tani që je i qetë dhe po dëgjon këtë video, mund të kuptosh që trupi po mundohet të t'i japi mesazhe. Edhe nga ana tjetër, duhet të ndihesh deri diku mirë, për arsye se trupi shqyr që po reagon edhe po t'i jep disa mesazhe. Se do mund të mos jep të fare. Edhe fakti që jep disa mesazhe tregon që trupi po reagon ndaj diçkaje që është aty dhe do që të largohet, dhe do që ta largojë atë gjë. Është duke luftuar dhe duke punuar trupin në ato momente kur ti ke atak paniku, kur ti ke ankth, kur ti ke frikë nga largimi nga jeta. Të gjitha këto janë tregues që trupi po aktivizon një inteligjencë dhe po mundohet ta luftojë. Unë nuk e konsideroj ankthin shumë si sëmundje, dhe mund të quhet, sepse është një situatë që duhet, një sfidë që duhet kaluar, por e konsideroj si një proces zhvillimi. Okay? Të tilla janë dhe teknikat dhe programet që dikush ndjek në mënyrë të personalizuar me ne të Qendra Brahman për të zgjidhur ankthin, depresionin dhe ataket e panikut. Ne punojmë më shumë në drejtime shpirtërore se sa në drejtime sipërfaqësore intelektuale, shpirtërore që emocionalisht dikush të shirohet. Praktika ime është programi krijuar nga eksperienca ime me kaq shumë njerëz. Dhe secili njeri ka atë programin e tij personalizuar dhe prandaj dhe nuk bëhet dot edhe në grup, për arsye se secili njeri ka ato problematika që duhet të rregullojë me veten e tij, dhe ne si shqiptarë kemi dhe pak të vështirë të ndajmë gjëra në grup. Kemi këtë kompleksin se dikush do të na gjykojë. Është mirë ta shmangim atë. Është mirë ta shmangësh atë sepse e sforcon veten. Edhe ajo lloj shtirje që ti e bën me veten që mos të dukesh, mos të kuptojnë të tjerët, dhe shtiresh sikur je mirë. Në vetvete ajo është edhe më e dëmshme. Është më agravuese.
Pra duhet kuptosh që në ato momente kur të ndodhin eksperiencat e fuqishme, pranoje situatën. Let it be. Mos e lufto, mundohu ta pranosh, mundohu të jesh okay me të, mundohu të mendosh që do kaloj dhe ky moment, do qetësohem. Kur të kap po flasim momente atake paniku të fuqishme që do të kesh në mendje që kjo është gjë kalimtare. Dhe ki pak durim. Në ato momente është e vështirë ta gjesh ato durim. Prandaj dhe programi Get Release që është i suksesshëm 1-2 muaj edhe e mbyll të punë. Pra, pse është gradual? Është hap pas hapi. E do kohën e saj. Nëse ti ke gjithë jetën që ke agravuar situatën tënde psikoemocionale, që ta zgjidhësh ato për 2 muaj është mrekulli, besoj. Nëse ke 10-15 vjet me këto situata, që ta zgjidhësh për 2 muaj është mrekulli. Do të kuptosh që nuk je i thyer. Trupi yt po të thret edhe po mundohet të komunikoj disa gjëra. Edhe nuk ke nevojë të shpëtosh nga ndjenjat. Por përpiqu sadopak me veten ti vëzhgosh dhe ti kuptosh ato. Mos u trëm nga eksperiencat e atakut të panikut, nuk do të vdesësh. Nuk do të çmendesh. Thjesht mundohu të kuptosh intelektualisht që është kalimtare. Sigurisht duhet të bësh gjërat e duhura, prandaj ke edhe kaq shumë kohë që ke këtë problem, se s'ke bërë gjërat e duhura, të cilat janë personale dhe secili njeri duhet të bëj gjërat e duhura për veten e tij. Okay? Këto i zbulojmë gjatë programit Get Release se ku i ka bërë gabimet personi që ka krijuar këtë gjendje negative në jetën e tij. Doja ta ndaja këtë video me ju, sepse ka shumë njerëz që kanë këto probleme dhe nga ana ime thjesht mundohem të jap një mesazh këshillues edhe qetësues. Ju uroj një mbrëmje të mirë të gjithëve, natë e mirë.